Nuk do të ketë tensione. A një optimist që nisma ka me po sukses? Besoj që po. Po, në nënshkrimet e kanë pas formën e vetë statutare, tash është në dorën e gjithë delegatëve që të vendosin për fatin politik dhe të ardhmen e lidershipit të Lizës Demokratike të Kosovës. Zema, a jeni pro apo kundër shkarkimit të zotit Abdigjiku dhe pritet ketë tensione se janë parë grupe të ndryshme? Asne janë, keni pa e di, edhe delegatët janë përballë me disa presione të quaj kështu më shumë mediatike, në kuptimin pozitiv, po kjo është demokracia, këto e promovon vetëm Liga Demokratike e Kosovës. Këto ngjarje nuk mund të shenin në parti tjera, që besa as në partitë në vendet e rajonit, andaj kjo është vetëm për fuqizimin e LDK-s dhe asgjë tjetër. Po kjo po përsëritet shpesh zotëri Zema, para 6 muaj patët një kuvend ku vetë se Abdigjiku. Për këtë arsye jemi parti demokratike, për këtë arsye kërkojmë suksese më të mëdha dhe për këtë arsye nuk ndalemi derisa ta kem partinë LDK të parë edhe për ashtu e cila është krijuar dhe formuar. Kush mund të ketë sukses më të madh si kandidat? A mund të jeni ju kandidat? Sot është vetëm një pikë e rendit të ditës, tema tjera hapen në kuvendet e radhës së LDK-s. Do të jeni kandidat zotëri Zema? Kur në? Nëse vjen të shkarkimi i Abdigjikut, Nëse kërkohet, unë kam thënë nuk i ki përgjithësisë, po sot është një temë tjetër, nuk ka të bëjë me kandidatin e ri të LDK-s. A një optimist që do të votoni pro apo kundër shkarkimit të zotit Abdigjiku? Tash jemi një kuvend, unë kam qenë nënshkrues, në nënshkrimje ka një kërkesë, po vota është e msheftë dhe tash duhet me rujtë edhe integritetin e votës. A një optimist që nisma ka me po sukses? Besoj që po.